sot kemi makinë shumë të veçantë. Makinë që kam dashur edhe vetë më e morë, po nuk e mora se mora Cadillacun, kështu që tash kam mundësinë ta provoj. A kam bërë mirë a gabim. Është Chevrolet Camaro 2016-s, Camaro SS. Kjo është e modifikuar, ka ca pjesë zëlënjishit, ca pjesë tjera ekstra. 6.2 benzinë V8, shumë makinë e veçantë, shumë agresive para. I ka këto front splitterin, ka ca shtesa kjo. Edhe më shumë se zëlënjishi, shumë agresive është. E egrë fare kërë është eftu, ka dhe këto hukun. I ka ca gjona. Kjo është e kuqe poshtë, është e lyme. Ka këtë kofa nën karboni, shumë e lartë. Këto qamet këtu, këte tjetërën këtu ansore. Se Camaro SS-ja si ka këto standard. është shumë e egrë, është diçka ndryshe. Makinë që nuk e shef shpesh. Frenat zëlënji, lexojnë se janë zëlënjishit. Diset i zeqe. 305 që mrapa, gjone goxha. Sistemi në armitave ka borla, se ka standard. Dhe e shohim edhe në zhurmë, edhe këtë bishtin e madh të dritën mes të mrapa kolbis të të thënjishit, Formula 1-s. Shumë makinë e egrë. Shkupe, po nuk është fort e vogël, që kur e shef, është e madhe. Unë kam pas shef për herë këtë gjeneratën e 6. Këto nga Muscle Cars, kjo ka konkurru me Dodge Challenger, edhe me Ford Mustangun. Nga këto treja, ka qenë kjo më sportive se ato. Pak të në përtestimet që janë bo, dhe shofëm se dhe morim edhe për tecë.